Kandidati i Aleancës Kombëtare për Integrim Valbon Limani në një konferencë për media prezantoi projektet kryesore zhvillimore që sipas tij synojnë transformimin e Gostivarit në një qytet modern, funksional dhe të gjelbërt. Për Limanin, një nga problemet kryesore të qytetit është kaosi në qarkullim dhe mungesa e hapësirave për parkim, për çka parashikohet ndërtimi një parkingu nëntoksor pranë komunës së Gostivarit. Sipas tij, transformimi i qendrës së qytetit është një tjetër projekt madhor. Parkingu nëntoksor pranë komunës është një nga projektet kyçe që synon zgjidhjen e këtyre problemeve. Në qendër të qytetit planifikojmë ndërtimin e një parkingu nëntoksor modern me 126 vende parkimi. Transformimi i qendrës së qytetit është hapi i radhës drejt një Gostivari modern. Qendra do të kalojë nga një hapësirë e mbingarkuar në një vend krenarie për çdo qytetar. Projekti parashikon ndërtimin e një nënkalimi nëntoksor për automjete dhe këmbësor, si dhe një parking nëntoksor me 290 vende në zemër të qytetit. Një tjetër projekt i rëndësishëm është pellgu rekreativ dhe pavioni në parkun e qytetit të Gostivarit. Kandidati i mbështetur nga koalicioni Vlen, Nevzat Bejta, në kuadër të fushatës gjatë takimeve me qytetarët e Gostivarit, tha se programi i tij kushton vëmendje infrastrukturave të reja, higjienës publike dhe vendosjen e kontenjerave nëntoksor dhe më shumë kujdesit për hapësirat e gjelbërta. Kur udhëhoqa me komunën premtova dhe realizova, dhe banorët e Qegranit janë mirënjohës për asfaltimin e rrugës Qegran-Tumqevisht për rregullimin e sallës sportive. Tani u premtova se në këtë mandat do të ndërtojmë edhe shtëpinë e kulturës. Nga këtu e shpall fitore në këto zgjedhje, tha Bejta. Është koha të forcojmë ekonominë lokale përmes mbështetjes së bizneseve vendore dhe uljes së papunësisë, dhe këtë e kemi parashikuar, tha Bejta. Zgjedhjet e përsëritura lokale do të mbahen më 11 janar në komunën e Gostivarit, Mavrov Rostush, Qendër Zhup dhe Vrapçisht, pasi në këto komuna në zgjedhjet e 19 tetorit nuk u arrit censusi.